Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë, kam kënaqësinë që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë online zotin Jakub Bellaqa, ekspert ekonomie në Kosovë. Zoti Bellaqa, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje për audiensën e juaj. Zoti Bellaqa, nëse i referohemi një raporti të publikuar një ditë më parë nga Banka Qendrore e Kosovës, vihet re që bizneset aty po priren, le themi, apo po zgjerojnë aktivitetin e tyre jashtë vendit. Fillimisht, cilët janë apo gjykoni ju që janë faktorët që ndikojnë për një vendimarrje të tillë nga ana e sipërmarrjes në Kosovë? Po sigurisht se mboste dhonët Bankës Qendrore të Kosovës faktikisht për këtë vit 55% të biznesve, domethënë e kanë shtrirë aktivitetin ekonomik jashtë Kosovës, dikun domethënë kjo është për çështje që ndikojnë disa faktorë, sigurisht si faktor është birokracia, numërim e gjatë procedurave të bëhet biznes dhe të regjistrimeve, procedura të tjera, gjithashtu edhe 100 miliardë energjisë elektrike si ka shkaktuar një kosto të lartë për bizneset dhe shpenzimet operative apo operacionale që prodhuese ato shërbyse që ka vështirësuar aktivitetin ekonomik ka të bëhet biznese edhe sidomos edhe në qershor kur është hapa për treg të lirë, domethënë për bizneset mbi 50 punëtorë dhe për mbi 10 milionerë që akoma brenda vitit, kështu ka vështirësuar për shkak se në Kosovë dihet se dominon në ka monopol domethënë aspektin energjetik, sepse vetëm KEC është i furnizuesi i rregullt edhe që ka monopol, ndërsa operatorët tjerë dikon nuk janë furnizues të rregullt, nuk kanë kapacitete për këto biznese. Gjithashtu kjo faktikisht e ka vështirësuar aktivitetin të bëhet biznese, edhe kjo faktikisht kjo është janë barriera të reja për bizneset, në moment ku janë barriera të reja për bizneset, faktikisht kërkojnë rrugdalë tjera për në vendet e tjera ku ka ambient më të përshtatshëm bëhet bizneset, qoftë aktivitete prodhuese, qoftë aktivitete shërbyese, por sidomos aktivitetet prodhuese zakonisht më shumë i ka shkaktuar një kosto më të lartë, edhe që ka ndikuar në rritjen e kostos të bëhet biznese, gjithashtu edhe ka shkaktuar edhe kosto tjera, për shembull mirë po edhe të veshoja faktikisht nuk ka si të vilet apo inkasohet në Kosovë, sepse kjo faktikisht këto biznese e kanë jashtë Kosovës, domethënë e kanë shtrirë aktivitetin edhe faktikisht nuk Pra, zoti Bellaqa, ju rëndisni disa faktorë që nga çmimi i lartë i energjisë elektrike deri te kostot e shtuara për biznesin, por edhe burokracitë, mungesa e digitalizimit, rëndisni si ato faktorë po, deri diku kërkojnë kushte më të lehtësuara dhe duke qenë se këto kushte nuk i gjejnë në Kosovë, atëherë priren që të ushtrojnë aktivitetin e tyre jashtë Kosovës, kryesisht në vendet e tjera të rajonit ku është edhe Shqipëria. Por për një ekonomi si e juaja, pra për një ekonomi si Kosova, çfarë pasojash mund të sjellë kjo? Për ekonomi si Kosova, faktikisht me një bruto produkte që parashihet këtë vit bazë për projekt të buxhetit miratuar në qeveri, dërsa jo në parlamentit ditë është shpërndo, faktikisht mbi 12 miliardë euro, është e ndihshme edhe ka pasoja të mëdha, faktikisht sepse ne jemi ekonomi e vogël edhe me një produkt vogël edhe faktikisht e varur nga importi diku 80% varur nga importi, inflacioni është për çdo muaj duke rritur. Për shembull, inflacioni në korrik të vitit ka qenë krahasë me korrikën e vitit kaluar 4.3%, ndërsa në gusht ka qenë 4.5% krahasë me gustin e vitit kaluar, ndërsa në shtator ka qenë diku 4.7%, gjithashtu edhe inflacioni në tetor, domethënë sipas ASK-s 5.1%, sigurisht se inflacioni shqiptar, ndërsa inflacioni total nuk është aq i lartë, mirë po domethënë janë edhe faktorë tjerë të cilët kanë ndikuar që në Kosovë faktikisht të jetë pa përballueshme edhe në kosto lartë për të bërë biznes, sidomos bizneset që mirën me prodhim, sepse ka shumë pak prodhim në Kosovë, edhe vetë fakti që ka 80% të importit, edhe 20% eksport, faktikisht kjo dëshmon dhe argumenton se Kosova o jemi ekonomia ndërvarur. Mund ta thelloj kjo
kjo është vendosje e sipërmarrjes drejt vendeve të rajonit, mund ta thellojë hendekun ndërmjet importeve dhe eksporteve në Kosovë? Po sigurisht, sepse ne është më shumë ka shkaktuar për shkak të bizneset më shumë prodhuese, faktikisht edhe ato pak prodhuese që janë ka edhe faktikisht edhe mos e zhvendosin në rajone, mos krijimi i përmirësimit të ambientit bërë biznese edhe ka destabiliteti energjetik, faktikisht ka kriju edhe pasiguri edhe në bërë biznese të bizneset prodhuese dhe shërbyese, edhe ka kriju një destabilitet dhe pasiguri, gjithashtu edhe një faktor tjetër i brendshëm është edhe mos përmirimi i institucionit, qoftë qeverisë, qoftë parlamentit. Faktikisht ka ndikuar që të krijohet një imazh jo pozitive, dhe më thënë si për vendet e rajonit për investimet direkte, gjithashtu edhe vendet e Bashkimit Evropian, sepse e shohin si një vend pasigur që të investojnë në spektrafat mesme dhe afat gjatë. Pra destabiliteti i brendshëm politik ka ndikuar edhe në klimën e të bërit biznes. Sigurisht që ka ndikuar, sepse gjithashtu faktor tjetër si ka faktor energjetike, gjithashtu faktorët e tjerë byrokracie, mos digitalizimi faktikisht e ndikuar që ka ndikuar që 55% për shembull biznesve që të investojnë edhe jashtë Kosovës në vendet e rajonit, faktikisht mbi 6 miliardë euro faktikisht si mbasdhënie statistikuar vitin e kaluar Kosova ka import, ndërsa vetëm 900 milionë euro ka eksport. Kjo dëshmon që ne jemi nuk ka tregus makroekonomik, nuk janë duke u përmirësuar, përkundrazi janë duke u përkeqësuar për çdo ditë më shumë, sepse nuk ka për shkak mos formimi i institucione, mos ndryshimi i politika monetare, mos ndryshimi i politika fiskale, të vështirë për produkte elementare bazike, për shembull 18% ka që ndoshta do duhet, për shembull, unë kam qenë to 5% që tjetë edhe ka ndikuar që mos të ketë ambient për shtatshëm të bëhet biznese. Ka një mëri faktorësh, po faktor më kryesor ka qenë domethënë ata që i seka më herët. Po, zoti Vellaqaj qartë, ndërkohë lidhur me ato që ju përmendët, pra faktin që ka një situatë politike e cila ka deri diku kushtëzuar, ka ndikuar, ka impaktuar edhe në klimën e të bërit biznes, por ka dhënë edhe një ndikim të drejtë për drejtë në ekonomi për faktin që buxheti për vitin e ardhshëm ka mbetur peng, në kuptimin që nuk është miratuar ende nga parlamenti, duke qenë se do të mbahen më 28 dhjetor zgjedhjet e Radhës, pra siç është qoftuar edhe nga presidentja Vjosa Osmani. Ndërkohë, pak ditë më parë ne pam një protest, nëse mund ta konsideroj të tillë, ato të punonjësve të televizionit publik, të cilët nuk kanë marrë ende pagat pikërisht si rrjedhoi e këtij bllokimi. Çfarë ka ndodhur? Po, është e vërtetë se për punëtorët, dikon 700 punëtorë televizionit rreth kjo faktikisht është muaj i tretë që janë pa pagë, për arsye se nuk funksionon kuvendi edhe nuk është themeluar qeveria e re, sepse ata i raportojnë në kuvendit, faktikisht mos formimi i institucion i kuvendit edhe pse u themeluar qeveri, kuvendi faktikisht nuk ka funksionale dhe nuk është miratuar, nuk është përgatitur, domethënë dhe në mos miratimi i ligjit për që të procedohet më të tjerë për shembull, edhe që nga kuvendi faktikisht edhe ka mbetur pa paga, edhe qeveria në detyrë është situata se i raporton kuvendit edhe faktikisht është edhe i raporton kuvendit. Kjo është e pa justifikuar, e pa pranueshme, sepse ata nuk janë fajtor i vetmi medium publik në Kosovë, andaj si pasojë. Gjithashtu pasojat tjera janë edhe që edhe në këtë vit, domethënë inflacioni është më i lartë për ushqimor, më i lartë për çdo vit, faktikisht ka ndikuar negativisht edhe në mirëqenien ekonomike dhe sociale në Kosovë. Pra ka sjell pasoja dhe efekte zinxhir. Efekte zinxhirore, sidomos në tek produkte të kategoritë më tyra të
si kategoritë sociale, gjithashtu kategoritë pensionale, edhe gjithashtu kategoritë që vorën nga poga, që kanë poga tulte, faktikisht, qëtë sektorin privat, qëtë sektorin publik. Mirë, po nëse zgjedhjet nuk prodhojnë zgjedhje me 28 mendohet sigurisht që pasojat ekonomike do të jenë edhe më serioze në vitin e ardhshëm dhe vitet e ardhshme, edhe sepse politika me ekonomi janë të ndërlidhur, mos nga pasiguria politike nuk ka pasiguri ekonomike. Gjithashtu edhe jo stabiliteti energjetik ka ekonominë i krijon kosto dhe krijon edhe jo stabilitet ekonomik, edhe cilët se ka do duhet këtu prodhimi duhet të rritë prodhimi i brendshëm, që të rritet eksporti, e për më rritë prodhimi i brendshëm do duhet të shpofë një ligj të miratoj për shembull të favorshëm për produsit të brendshëm që të josh produsit të brendshëm, si investitorët jashtë të brendshëm, edhe që të investojnë në sektorin të ekonomisë, në sektorin strategjik, njërë që të rritet prodhimi i brendshëm, njërë që shumë produkte që importohen nga Kosova do të ishin prodhuar edhe në Kosovë, sepse ka burime, ka kushte si pasuri nën toksore ashtu mbi toksore. Sidomos në disa sektorë. Po do duhet investimet më të mëdha në sektor strategjik që krijojnë produktivitet dhe mirëqenie më të lartë për qytetarët. E qartë, mirë. Zoti Bellaqja, unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit. Jeshtë kënaqësi e lutem. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është si gjithmonë nesër në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshi.